So, thank you for allowing me to be here. Faleminderit që më keni lejuar që të jem sot këtu. So, this is the second time I visit Albania. Është hera e dytë që jam në Shqipëri. I visited this church when you were at another location 6 years ago. 6 vite më parë kam vizituar Kishën Fitoria kur keni qenë te godina e vjetër. And we felt home. Edhe më njëherë u ndjem në shtëpi kur erdhëm këtu. And that is something that is special. Dhe kjo është diçka e veçantë. And today, listen to the worship. Edhe sot kur dëgjova adhurimin, The same feeling came. e njëjta ndjesi vjen. And Robert, I met earlier this week. Robertin kam takuar më herët gjatë javës. He joined me on a meeting at Tony's restaurant in the center. U bashkua me mua te një takim që ishte te restoranti Tony's. And we were taught about humility. Edhe aty mësuam diçka për ulësinë, And humility in leadership. për ulësinë dhe udhëheqësinë. And today I will a little bit connect to that. Dhe sot dua të bëj një lidhje pikërisht me këtë temë. So, thank you once again. Faleminderit Tomer sërish Miranda for having us here. pastorëve që na kanë këtu. So let's pray. Le të lutemi. Heavenly Father, Ati qiellor, I praise you for this church, të falenderoj për këtë kishë, for the family spirit that we experience here. për atë frymën e familjes që e përjetojmë këtu. And we ask you to bless this church. Lutemi ta bekosh këtë kishë, And may it be fruitful le të jetë e frytshme and may it grow. dhe le të rritet. In Jesus' name, Në emrin e Jezusit. amen. 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 So I will talk about how to enter and live in the kingdom of God. Unë dua të ndaj mbi temën se si ne mund të hyjmë dhe si ne mund të përjetojmë mbretërinë e Perëndisë ose të jetojmë në të. I could have another title as well, Mund të kisha edhe një titull tjetër për predikimin, how to live a sustainable and holy life. si të jetojmë një jetë të qëndrueshme dhe të shenjtë. Well, what about another title? Po, një temë tjetër, a mund të kisha përdorur një temë tjetër? How to handle stress Si të menaxhojmë stresin and challenges in your life. dhe sfidat që i ke në jetën tënde. I think no one can avoid it. Mendoj që askush nuk mund të shmang stresin. I'm living in Sweden, Unë jetoj në Suedi, and I think that many think that it's very low stress. edhe shumë njerëz mendojnë që stresi në Suedi është i ulët në nivel. And it is compared to other countries. Ndoshta mund të jetë në krahasim me shtetet e tjera, But we as human beings, po ne si qenie njerëzore, we have some kind of ability ne to kemi induce stress even if they are not there. ne kemi një aftësi që i shtojmë stresin vetës, edhe nëse s'ka stres, ne ja shtojmë vetës stresin. I'm at the moment a professor at the university, Për momentin, unë jam profesor universiteti, a scientist and also leader in the university. jam shkencëtar dhe udhëheqës tek universiteti im. And I can see that even in academia, Dhe e kam parë dhe në botën akademike, people are hungry to handle stress. njerëzit janë të uritur që të dinë si ta menaxhojnë stresin. And then I think we should listen to what Jesus has to say about stress. Edhe unë mendoj që duhet të dëgjojmë çfarë Jezusi ka thënë në lidhje me menaxhimin e stresit. We will start to read from Matthew 11 on the 28th verse. Do lexojmë nga Mateo 11 vargu 28. Jesus says, "Come to me, Jezusi thot: "Ejani tek unë, all you who are weary and burdened, të gjithë ju të lodhur dhe të munduar, and I will give you rest." dhe unë do t'ju jap çlodhje." The key message, Ky është çelësi, domethënë është mesazhi i çelës. how to handle stress. Si ne mund të menaxhojmë stresin. He said, "Take my yoke upon you Ai thot: "Merreni mbi vete zgjedhjen time and learn from me, dhe mësoni nga unë, for I am gentle and humble in heart, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, and you will find rest for your souls. dhe ju do gjeni prehje për shpirtrat tuaj."
For my yoke is easy and my burden is light. Sepse zgjeda ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. The key Qelsi message ose is come to mesazhi me. kryesor është ejani tek unë, thot Jezusi. And in this modern world, there are many others that say, come to me. Dhe në botën moderne që po jetojmë kanë shumë të tjerë që na thonë ejani te unë. Apo jo? Maybe there is a technique to Ndosh- relieve stress. Ndoshta është një lloj teknike se si ti të heqësh stresin ditor. Maybe you need to learn to breathe. Ndoshta dikush të thotë mëso se si të marrësh frymë më mirë. But Jesus says, come to me and listen. Por Jezusi thot, ejani tek unë dhe më dëgjoni mua. Jesus was there when we were created. Jezusi ishte aty kur ne u krijuam. And if someone knows how to handle stress in a human life, Dhe nëse dikush di si të menaxhoj stresin në jetën njerëzore, so what did Jesus say? duhet ishte Jezusi pra. Çfarë tha Jezusi? Well, the first thing he said, come and take a yoke. Gjë e parë që Jezusi thot, eja dhe merre zgjedhën time, thot Jezusi. How can stress relief relate to work? Si mundet çlirimi nga stresi ose lehtësimi nga stresi të jetë i lidhur me punën? But it A më falni me seems, zgjedhën, falni. it anyhow seems that Jesus links listen and then to do something. Por duket sikur lidhja është këtu që Jezusi thot duhet dëgjojmë diçka dhe të bëjmë diçka. Këtu është lidhja. So we will then go to one of the passages in the scripture that is most important for me. Atëherë do shkojmë te një pjesë e shkrimit që për mua ka shumë rëndësi. Is a situation Është një situatë where Jesus sits down ku Jezusi është i ulur and his disciples comes to him dhe dishepujt vinë tek ai. and they listen Edhe ata e dëgjojnë atë. exactly what he asks them to. Pikrisht atë çfarë ai donte që ata të bënin. And this is in Matthew 5. Dhe kjo pjesë është tek Mateu kapitulli 5. And he opened his mouth and Biblia taught thot, them. Dhe ai e hapi gojën e vet dhe i mësoi ata, Saying, duke thënë: blessed are the poor in spirit, for Var- theirs is the kingdom of heaven. Vargu 3, bekuar janë ata që janë të varfër në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. And blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bijtë Perëndis. And blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Lum ata që janë të përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Here we have 8 blessings. Këtu kemi 8 bekime. It's we say blessed, but in the Greek, Ne themi lum, por në gjuhën greke one can think about that as attributes or signs mund of të those who have something from him. këto mund të jenë edhe ato atributet që i kanë njerëzit që kanë marrë diçka nga Zoti. Këto 8 bekimet, 8 lumturitë. And this passage is very dense in its meaning, Dhe është goxha e mbushur me kuptim. Gjithë ky pasazh i lumturive është i mbushur me kuptim. and there are references to the old Hellenistic culture of Greece. Dhe ka referenca që i shkojnë edhe kulturës helene të Greqisë së lashtë.
që lidhen me këto lumturi. the phrases he used was also used by the heathens. Frazeologjia që Jezusi përdor këtu është përdorur edhe nga njerëzit në botë. So Kjo lloj it- e forme të folurit. So it could be understood in the framework of their time. Kështu që në kohën kur është thënë, njerëzit që e dëgjuan mund ta kuptonin shumë mirë këtë lloj thënie. So how to unfold this? Atëherë si mund ta shpalosim ne për kohën tonë? One way today, if you're Një- lazy, Një mënyrë sot, nëse jemi dembel, is that you can ask AI. ju mund ta pyesni inteligjencën artificiale që ta shpalos këtë shkrim për ju. Well, AI we might be frightened for, Nga Why? njëherë ne mund të kemi edhe frikë nga inteligjenca artificiale and we should in some sense. dhe në një farë mënyrë edhe duhet kemi frikë. AI concentrates the wisdom of crowds. Sepse inteligjenca artificiale e përmbledh urtësinë e turmave. It has ability to grasp a lot of different discussions and facts out there. Pra ka atë aftësinë që të mund të përmbledh dhe të marrë shumë diskutime dhe fakte që ndodhen jashtë në botë. And of course we know that there is a lot of things out there is not good. Dhe ne e dim që shumë prej gjërave që janë jashtë atje nuk janë të mira. And one can say that AI brings forth the thought of men. Dhe dikush mund të thotë që inteligjenca artificiale nxjerr në pa mendimin e njeriut. It's very important to remember that. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta mbajtur mend. And we know a passage in the scripture when Jesus rebukes the thoughts of men. Dhe ne dim një pasazh në Bibël ku Jezusi qorton mendimin e njeriut. When Jesus was starting to talk to his disciple about his suffering, Kur Jezusi i flet dishepujve të tij në lidhje me vuajtjet që do kalonte, his most trusted leader, udhëheci i tij më i besuar, Peter, Pietri, took him aside to rebuke him. e mori anash dhe filloi ta qortonte Jezusin. And Jesus turns to him Dhe Jezusi kthehet tek ai and say, "Go away, Satan, dhe thot, shporu nga unë Satan, because your saying and thoughts Sepse- are human, fjalët e tua dhe thënjet e tua janë njerëzore, are human concerns." janë ato shqetësime njerëzore. And we have to realize if we get a lot of human concerns, it may contain whatsoever. Dhe nëse ne marrim shumë nga shqetësimet njerëzore, atëherë shumë gjëra, lloj-lloj gjërash mund të hyjnë tek ne. But it's good to summarize facts. Por normalisht është mirë që të bëjmë një përmbledhje të fakteve, është okay. I can summarize fact, but you never ask it for counsel. Inteligjenca artificiale nuk e pyesim asnjëherë për këshill, por nëse duam që të na përmbledhë disa fakte, mund t'ja kërkojmë. So what has then Copilot from Microsoft to say about the blessings that Jesus said? Atëherë, çfarë mund të na thot Copilot of Copilot Microsoft? is- Po. Është Copilot është pjesë e Microsoftit, aplikacioni. Çfarë na thot aplikacioni Copilot në lidhje me këtë që po flasim? So the first thing that is highlighted by Copilot is the word blessed. Gjë e parë që vjen në pa nga Copilot është fjala lum ose i bekuar, të bekuar. It's normally in Greek translated as happy are them. Happier? Happy, just happy. Po, nga greqishtja kjo fjala lum do thot i lumtur. But at that state, at that time, it was something from the Hellenistic culture. Po në atë kohë kjo thënie ishte nga kultura helene, ishte një shprehje që përdoren në këtë kulturë. It declared a state of divine favor. E shpallte atë gjendjen e një favori hyjnor për këtë person. And it represented participation in a higher blessed reality. Dhe përfaqësonte pjesëmarrje në një realitet të bekuar shumë të lartë. They used that in order to describe if someone was a favor of a certain god in the Greek culture. Dhe këtë fjalë i lum e përdornin për të përcaktuar nëse një njeri ishte i favorizuar nga një hyjni greke.
So it's something very real to the audience of Jesus. Kështu që në kohën e Jezusit audiencia mund ta kapte shumë shpejt këtë fjalë i lum, e kuptonte kontekstin. In Hebrew, Septuaginta, another translation of this passage, Në gjuhën greke, në përkthime Septuaginta dhe përkthime të tjera hebraike të Biblës, it's Hebrew here, and then it referred to the first word of Psalm 1, chapter 1 and verse 1. i referohet gjithmonë Psalmit 1 vargu 1 në hebraisht. Which, Do të thënë, kjo është pjesa që i referohet. which started with this famous passage. Dhe kemi filluar me këtë pasazh. Blessed is the one who does not walk in the steps of the wicked. Bekuar është ai i cili nuk ecën në rrugën e të padrejtëve. And so in some sense, it can be meaning, it's direct to those ones who truly participate in God's favor or plan. Pra, gjithmonë kjo fjala i bekuar ose i lum i drejtohet atyre njerëzve që në një farë mënyre marrin pjesë në planin e përsosur të Perëndis. Këto njerëz që marrin pjesë në këtë plan quhen të bekuar. So the first favor Kështu që e para është Or favor blessed. ose bekim i is those who bekuar. are poor in spirit. Thot ata që janë të varfër në frym, këta janë të bekuar, thot bekimi i parë. What does it mean? Çfarë do thot kjo, të varfër në frym? It talks about a total dependence, like a beggar. Pra, kjo flet për një mbështetje të plot, ashtu si një lypës mund mbështetet të dikush plotësisht për t'i dhënë diçka, kjo e ka këtë kuptim, ky varg, të varfër në frym. It's a life where you're completely dependent of the Holy Spirit. Pra, është një jetë ku ti je plotësisht i varur nga fryma e shenjtë, Poor in spirit. i varfër në frym. You can, people that can't sustain themselves Njerëz, spiritually. po njerëz të cilët nuk mund ta ushqejnë vetveten frymërisht, pra nga vetja e tyre nuk mund të ushqehen. And the promise is that theirs is the kingdom of heaven. And here the clear point is. Dhe premtimi thot e tyre është mbretëria e qiejve. Dhe ajo çfarë duhet të shohim me kujdes është thënia është tani, domethënë është mbretëria e qiejve këtyre njerëzve. What does it mean? It means now. Çfarë do thot kjo? Domethënë tani këto njerëz e kanë mbretërinë e qiejve. It's not talking about in heaven. Nuk po flet për Now. mbretërinë e qiejve në qiell, po flet mbretërinë e qiejve tani. Blessed are those who mourn. Dhe bekuar janë ata që vajtojnë. And it means grief over personal loss Dhe kjo do të thotë vajtosh për një humbje personale, diçka që ke humbur, grieve over sin and injustice. ose të vajtosh për padrejtësi ose për ndonjë mëkat që ke bër, And participation in the suffering of the world. dhe të marrësh pjesë në vuajtjet e botës, asaj çfarë bota po kalon. It's a very deep concern of the state of your own person around you and the world in general. Pra është një kujdes i thellë për gjendjen tënde, për njerëzit rreth e rrotull dhe për botën në përgjithësi, është një kujdes i thellë. They shall be comforted. If you mourn, you should be comforted. Pra nëse vajton, ti do ngushëllohesh, thot fjala e Zotit. And what does it mean? Po çfarë do thotë kjo? It's the same word comforted as the name of the Holy Spirit. Është e njëjta fjalë ngushëllon, siç është edhe emri për vetë frymën e shenjtë që është ngushëlluesi ynë. So there is a direct link between this state of mourning and the Holy Spirit's support. Pra ka një lidhje mes kësaj gjendje të vajtimit dhe mbështetjes nga fryma e shenjtë. And here, the man, we are inactive and God is active. Dhe në këtë pjesë shohim që njeriu është jo aktiv dhe Perëndia është ai që është aktiv. Blessed are the meek. Të bekuar janë zemërbutët. And here is about controlled strength. Dhe këtu flasim për atë fuqinë që mund ta kontrollojmë.
is like when you have an animal Për shembull kur ke një kafsh that is enormously strong, që është shumë e fuqishme, but it follow you as you're going. por të ndjek ty duke ecur. So blessed are the meek. Pra të You see the bekuar janë image. zemër butët. Is power under discipline. Pra kjo zemër butë është dikush që ka fuqi, por e mban atë fuqinë të disiplinuar. A refusal to dominate. Është refuzim për dominuar tjerët. And I think this is extremely important in leadership. Dhe kjo është shumë e rëndësishme nëse jeni në udhëheqësi. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Të bekuar janë ata që janë të etur dhe të uritur për drejtësi. And what co-pilot emphasized in trying to understand this is that it's ongoing. Dhe co-piloti na thotë që kjo është diçka e vazhdueshme, nuk është diçka që e bëjmë vetëm një herë. It's a physical desperation, Pra është një dëshpërim fizik. really hunger, longing for. Pra kemi vërtet etje, kemi vërtet uri për këtë gjë. And it's a longing for justice, Është dëshirimi për drejtësi, covenant faithfulness, besikëria e beslidhjes po ashtu. a right ordering of life under God. Të drejtosh jetën sipas Perëndis. And the promise is, they shall be satisfied. Dhe premtimi është ata do të ngopen. Abundant satisfaction is underlying. Do të thotë që Perëndia do bëjë që të ngopemi në plotësi. Blessed are the merciful. Të bekuar janë të mëshirshmit. Here it's emphasized actively passionate, Ti jesh në vazhdimsi pasionant. not just Tu është feeling theksi. pity, Jo thjesht të tregosh keqardhje për diçka, but acting in mercy. por duke vepruar me mëshirë ndaj situatës. And the promise is that they shall receive mercy. Dhe premtimi është ata do të gjejnë mëshirë. And that is an active, ongoing mercy. Dhe kjo është një mëshirë aktive dhe e vazhdueshme Not në just jetën e someone besimtarit. feeling pity for you. Jo dikush që thjesht ndjen keqardhje për njërin ose tjetrin. Blessed are the poor in heart. Të bekuar janë të purin, Pure in heart. pure, sorry. Të pastërtit në zemër, ata që janë të pastër në zemër. And here the focus is more on unmixed. Meaning, if you buy gas in the station, you don't want to have water in it. Po, këtu fokusi është që të mos jetë diçka e përzier. Le të themi, shkojmë për të bler naftë ose benzinë, nuk duam që të na fusin edhe ujë mbrana. Duam që të mos jetë e përzier. Këtu është fokusi i pastër në zemër. It's a clear center of will, Zemra është qendra kryesore e vullnetit. a clear desire on a certain things. So The- it's unmixed. Aty do më thënë kemi edhe të qartë edhe dëshirimin. Duhet jetë i papërzier dëshirimi ynë. And the things Jesus was saying here as a promise was remarkable at that time. Dhe ato çfarë Jezusi premtoi në këtë rast, si premtim, ishte diçka e jashtëzakonshme për kohën ku u tha. In the Jewish tradition, God is not seen. Sepse në traditën hebraike Perëndia nuk mund të shihet. And Jesus promised that he should be seen. Dhe Jezusi premton që ju do ta shihni Perëndin. And what does it mean if you go deeper in the text? It means direct encounter with God. Dhe çfarë do thotë nëse shkojmë thellë në tekst? Do thotë që kemi një përballje drejt për drejt me Perëndin. Do ta shohim drejt për drejt Perëndin. Blessed are the peacemakers. Të bekuar janë paqebërësit. It's a rare word in the Greek, but it emphasizes active creation of peace.
është një fjalë e rrallë në greqisht, por e thekson që të kërkojmë paqen në mënyrë aktive. Personi është i përfshirë në mënyrë aktive për ta krijuar paqen. An active reconciliation work. Pra një punë pajtuese aktive. And the promise is they shall be called the sons of God. Dhe premtimi këtu është që ata do të quhen bijtë Perëndis. It means that the rest of the world will look upon you and say, this is a resembling of God. Pra, kjo do thotë që njerëzit nga jashtë do ju shikojnë juve dhe do thonë, wow, ky person shëmbëllen Perëndin. And the final favor declaration. Dhe deklarata e fundit që na pëlqen shumë. Blessed are those who have been persecuted for righteousness. Të bekuar janë ata që janë të përndjekur ose përndiqen për shkak të drejtësisë. It's a past action, but with present state. You have and you are. Pra, është një fjalë që flet për të shkuarën dhe për të tashmen. Domethënë përpiqen again, can I see it how it is? It's past action with the present state. Pra, një veprim në të shkuarën me gjendjen e tanishme. Faithfulness will lead to conflict with an unjust system. Faithfulness leads to conflict with unjust systems. Po, besnikëria ndaj Zotit do na çojë neve në konflikt me sistemet e padrejta. And that is a last declaration of favor, and it ties together to the same as the first promise. Ky premtim lidhet me të parin, edhe pse është deklarata e fundit në lidhje me favorin e Zotit. For theirs is a kingdom of heaven. Sepse thot e tyre është mbretëria e Perëndis. And that means those who are blessed, those who are favored, are the ones who truly participate in God's reign. Këta që janë të favorizuar ose të lumë, sipas fjalës Jezusit, janë ata të cilët do të marrin pjesë në sundimin e Perëndis. So, if we summarize this in favor to those Pra, nëse ne bëjmë përmbledhje, who lives a radical dependence on God. Perëndia do të favorizoj ata të cilët në mënyrë radikale mbështeten tek Ai. Kjo është përmbledhja e gjithë këtyre thënieve. Perëndia do favorizoj ata që në mënyrë radikale mbështeten tek Ai. Blessing over those who grieves over brokenness. Bekime do ketë mbi ata që vajtojnë për njerëzit që janë të thyer. Blessed are those who exercise non-dominating strength. Të bekuar janë ata që ushtrojnë fuqinë në mënyrë jo dominuese. Blessed are those who longs intensively for divine justice. Të bekuar do jenë ata që në mënyrë intensive dëshirojnë drejtësinë hyjnore. Blessed are those who embodies mercy. Të bekuar janë ata që mëshirojnë mëshirën. And blessed are those that maintain an inner integrity. Dhe të bekuar janë ata që mbajnë atë integritetin e brendshëm të vetja e tyre. And blessed are those who actively makes peace. Dhe të bekuar janë ata që në mënyrë aktive përpiqen të kenë paqe me tjerët. And blessed are those that while doing this endures opposition. Dhe të bekuar janë ata që duke i bërë gjitha këto që i thash më sipër, kalojnë edhe në përpërndjekje po prap i bëjnë. And here I think is a key in the prayer that Jesus taught us. Dhe këtu është çelësi dhe lutja që vetë Jezusi na mësoi të lutemi. Your kingdom come. Ardh mbretëria jote. As in heaven. Si në qiell. So on earth. Kështu të bëhet edhe në tokë. And it can be there. Dhe mund të jetë aty. Theirs is the kingdom of heaven. Pra e tyrja është thot Jezusi mbretëria e qiejve. I will finalize the message by just a reflection from church life.
Do ta përfundoj mesazhin duke bërë një reflektim mbi jetën e kishës. You know, I'm a scientist, Unë jam shkencëtar and I always would like to know if there has been scientific proof about things. dhe mua gjithmonë më intereson nëse ka ndonjë provë shkencore për ndonjë gjë që e studioj. So is there any science that can prove what Jesus is saying? A mund të ketë një shkencë që mund ta provojë atë çfarë Jezusi vet ka thënë? And I don't know, but I think you have been visited by one doctor, scientific doctor, called Erik Sahlberg. Por mua aq sa di unë juve si kish ju ka vizituar doktor Erik Sahlberg, është pastori i kishës Klara që ka qenë këtu. He was living in a city just north of Sundsvall where we come from. Ai ka jetuar në një qytet nga ana veriore e Sundsvall ku Hans Erik jeton. He was a priest in Härnösand, Ai ishte prif në këtë vend që përmendi, and he would like to do a PhD. edhe ai donte të bënte një doktoratur, And he chose a subject to study churches. edhe ai zgjodhi temën e kishave, donte të studionte kishat në Suedi. What are the attributes of a blessed church? Cilat janë atributet e një kishe që është e bekuar? And he started to research, Edhe ai filloi kërkimin e tij shkencor, studying what are the effect of the church of the world. cili është ndikimi i kishës në botë, filloi studionte këtë. Visiting churches, Duke i vizituar kishat, reading about churches, duke studiuar, lexuar mbi kishat, interviewing pastors, duke bërë intervistë me pastorë të ndryshëm, investigating the fruit of the church. duke hulumtuar frytet e vet kishave. And as he summarized that, he comes to a number of signs of attributes of these churches. Dhe pasi që kishte mbaruar studimin e vet, arrin tek disa atribute që përmbledhin një kishë që është e bekuar. And to his surprise, or maybe it's not a surprise, they line up with the blessing Jesus was talking about. Dhe për çudinë e tij, ndoshta edhe jo për çudinë e tij, por ato përshtaten plotësisht me bekimet të lumturi që i shohim në predikimin e Jezusit. He concluded that those churches that grow praise a lot. Ai e në përfundim që kishat të cilat vërtet rriten janë kisha që luten shumë. Much more praying than planning. Më shumë luten se sa planifikojnë. And that is a sign of the poverty of spirit. Dhe kjo është shenja e varfrisë frymërore, kur ti je i varfër në frym. The dependence of the Holy Spirit to Pra- actually work with them. Ti varesh plotësisht e fryma e shenjtë që ai të punojë në ty. It was a repenting church Ishte një kishë, rritet ishte një kishë që pendohet, that mourns over the state of society. që and vajton their për own life. gjendjen e shoqërisë ku ajo kishë ndodhe dhe jetës që bëhet aty. It was a serving church. Kisha që rritet është një kishë që shërben, The meekness of the heart. butësia e zemrave të besimtarëve. It was a holy church, striving for holiness. Ishte një kishë e shenjtë, kisha që rritet është një kishë e shenjtë që kërkon shenjtërinë. The hunger of righteousness. Ishte e uritur për drejtësi. It was a diaconal church, meaning that it was a merciful church. Ishte një kishë diakonike, do të thotë që kisha ishte një kishë e mëshirshme, Actively supporting the need of the society. në around. mënyrë aktive duke mbështetur nevojat që i kishte në shoqëri. And it was an authentic church, Ishte një not kishë, mixed in will and faith. ishte një kishë autentike, pra e vërtet, jo e përzier qoftë në vullnet ose në veprime, Which relate to purity of heart. që flet në lidhje me atë çfarë Jezusi tha, pastërti e zemrës, i pastër në zemër. It was a reconciling church that worked with
peacemaking. Ishte një kish paqebërse që merresh me pajtimin midis njerëzve. And it was a cross-marked, cross-shaped church. Dhe ishte një kish e formsuar nga kryqi, e vullosur nga kryqi. Usually suffering some kind of persecution. Zakonisht kisha e tillë ka një lloj përndjekje, kalon nëpërmes një lloj përndjekje. So, Prandaj, for me, as për a mua, scientist, si shkencëtar, I'm glad to see that science has confirmed what Jesus said. unë jam I lumtur që shkenca vet konfirmon ato gjëra që Jezusi ka thënë para 2000 vjetëve. So, how does this relate to our own life? Atëherë, çfarë ka të bëjë ky mesazh me jetën tonë sot? I think the fact that you meditate and think about what Jesus says in the Sermon of the Mount Nëse ju meditoni dhe mendoni mbi thënjet e Jezusit tek predikimi në mal, këto që lexuam, is a key to handle stress. ky është çelësi për të menaxhuar stresin në jetën tënde. It's not a certain method. Nuk është një lloj metode, It's to come to Him është që të shkosh tek Jezusi and look to the yoke that He has provided through His teaching. dhe të shikosh për atë zgjedh që ai e ka siguruar për ne përmes mësimeve të tij. And put it on, Dhe vendoseni zgjedhjen e tij mbi ju, and step by step Dhe do hap- the walk. hap pas hapi bëni ecjen tuaj. And then Dhe pastaj the promise is that you will participate in God's reign here on earth. Dhe premtimi I tij është që ti do të marrësh pjesë në sundimin e Perëndis këtu në tokë. And there is no limit Dhe nuk ka asnjë kufi where this life can take you. ku kjo lloj jete mund të të çojë ty. So, this was my message from the AI prompting. Ky ishte mesazhi im I nxitur nga një fjalë nga inteligjenca artificiale. So thank you, God, Le të lutemi. that you could use a donkey. Faleminderit Zot, You can use AI. që ti mund ta përdorësh edhe inteligjencën artificiale. You can use everything that is in our life. Ti mund të përdorësh gjithçka që është në jetën tonë Zot. That you are present and you can talk through any situation. Që ti I pranishëm dhe ti mund të flasësh përmes çfarëdo lloj situate Zot. And I would pray, Lord, that you give us light for the steps that we can take. Lutem in this Zot, journey. lutem Zot që në këtë udhtim të na japësh dritë për hapat që ne do ndërmarrim. How we can come in your rest. Si ne mund të hyjmë në shplodhjen që ti na jep. How we could make progress step by step Se si ne mund të përparojmë hap pas hapi and be part of your kingdom here and now. dhe të jemi pjesë e mbretërisë tënde këtu dhe tani. In Jesus' name I pray. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you.